pa ilaçe, pa trajtim mjekësor? Në fakt, duke dëgjuar Osmanin, më vjen keq që në atë analizën e parë që po bëja, ishte çfarë do të bëheshin me këto lek në të benefitin e qytetit. Sigurisht, në pjesën time profesionale, unë shoh sa parqe do t'i shtoheshin qytetit, sa korsi bicikleta, sa hapësira të gjelbra, dhe shifrat më dalin shumë të larta, vetëm me një kalkulim të thjeshtë. Por duke dëgjuar Osmanin, mendoj që pavarësisht se këto që them unë, pikërisht japin benefit jo vetëm në shëndetin fizik të njerëzve, po dhe mendor, ato para do duhet së pari të jepeshin për nevojat emergjente. Dhe nevojat emergjente pa diskutim janë ato të spitaleve, të njerëzve me sëmundje akute, por nevojat emergjente janë shpesh edhe për gjëra të cilat nuk janë thjesht të lidhura me sëmundjet, por me strehime, me bonuse qeraje, me shumë halle të tjera që ka ky popull shumë i varfër. Unë do t'i drejtohesha, së pari po dëgjoja më parë që ka një akt normativ, pra kjo s'pas ka kaluar akoma në parlament. Nuk ka kaluar. Pra sipas kësaj kemi po të njëjtën histori, si që ndodh me planet që ne diskutojmë gjithmonë në këtë pjesën e sferën time arkitektur dhe urbanistik, që bëhen planet përpara, promovohen dhe pastaj futen në rrugë ligjore aprovimi, që kjo është komplet e gabuar. Pra aty pam shkallare të ndërtuara, me çfarë fondesh janë ndërtuar ato, kur fondet akoma nuk janë aprovuar nga kuvendi. Kjo është paradoksi, dhe pavarësisht se këtu na përmenden gjermanë, turqe të tjerë, kjo mbrapçi i bërjes së punëve duket edhe këtu. Dhe ajo që doja të theksoja fuqishëm në të gjitha atyre, drejtohem çuditërisht, më vjen shumë direkte ajo dëshira për të drejtuar pikërisht kryeministrit dhe askujt tjetër, sepse në fund të fundit strumbullari i gjithë këtij mindseti, i gjithë kësaj mënyre të menduar, edhe të një administrate që e ndjek nga mbrapa, është pikërisht ai lideri i tyre global. Do doja t'i drejtoja një pyetje të thjeshtë. Kur ka qenë hera e fundit që i kanë hyrë një autobusi, një shërbimi publik? Kur ka qenë hera e fundit që kanë shkuar të blejnë, qoftë edhe një produkt të thjeshtë në tregun e Zarzavateve? Ju garantoj që në ato hapësirat publike dhe të thjeshta gjen shumë më shumë ndershmëri deri në atë mënyrën se si ata të kthejnë dhe 10 lekshin e fundit dhe entuziazmohen kur ti i lë diçka më shumë. Pra ka shumë më shumë ndershmëri dhe kursim dhe efikasitet, po themi, të përdorimit të fondit tonë të përbashkët